Horoskopi ditor 4 shkurt 2026 dashi, gjatë ditës së sotme dhe të nesërme, mund të ndjeni një dëshirë të fortë për të kujdesur për çdo apo çdo gjë që ka nevojë për mbështetjen ose udhëzimin tuaj, i dashur dash. Kjo është një kohë ku mund të nxirrni me sukses në dritë diçka unike ose krijuese. Të tjerët po ju shohin me sy pozitiv, ashtu si edhe ju po i shihni miqtë tuaj në një dritë mjaft favorizuese. Tranzitet e sotme lehtësojnë komoditetin dhe marrëdhëniet e mira me njerëzit, veçanërisht me miqtë dhe rrjetet tuaja sociale. Mund të ndjeheni të mbështetur ose mund të hyni me shumë dëshirë në rolin e mbështetësit për të tjerët. Misia dhe çiftësia janë temat kryesore që do t'ju sjellin shpërblime, ndërsa kjo hapje e juaja mund të shërbejë si nisje për shërimin ose rilindjen e lidhjeve të vjetra. Demi, energjitë e sotme janë shumë të favorshme për të menduarit e mprejtë dhe gjykimin e shëndosh. Ka shumë mundësi të merrni vlerësime pozitive dhe mirënjohje, veçanërisht për natyrën tuaj të sjellshme dhe ngrohtësinë që rrezatoni, po prezantoheni shumë mirë të tjerët. Sot e keni më të lehtë se zakonisht të tërhiqni mbështetjen ose krahun që kishit dëshirë të kishit, po i shtoni një prekje të veçantë, ngrohtësi ose krijimtari çdo gjëje që po bëni. Aftësitë për zgjidhjen e problemeve janë në nivele të larta sot. Është një moment i fuqishëm për të sintonizuar me nevojat dhe prirjet tuaja të brendshme. Kjo lidhje me veten do t'i bëjë zgjedhjet tuaja më të qarta dhe të informuara. Ka një energji të shkëlqyer për të punuar mbi diçka që është vërtet e rëndësishme për ju sot. Kjo do të jetë edhe më e frytshme nëse arrini të gjeni pak momente qetësie vetëm për veten. Duket se është një ditë shumë pozitive ku inteligjenca juaj bashkohet me mirësjelljen. Keni shanse të mëdha për të zgjidhur çështje të vështira, sidomos nëse tërhiqeni pak në qetësi për t'u përqendruar. Binjakët, sot do të frymëzosh dhe do të magjepsësh çdo që të rrethon me idetë e tua, i dashur binjak. Është një moment i shkëlqyer për të promovuar veten apo për të nxjerrë në pah punën tënde, pasi do të zbulosh se dashuria dhe kënaqësia po të presin në vende krejtësisht të pazakonta, larg rutinës së përditshme. Edhe përpjekjet më të vogla për të përmirësuar jetën tënde do të falin një ndjesi të madhe kënaqësie, ndërsa po çlirohesh gradualisht nga kufizimet që të mbanin peng, duke i hapur rrugë mënyrave të reja për të shprehur veten. Do të vësh re se po tërheq ngrohtësi dhe inkurajim nga të tjerët, të cilët sot janë më të gatshëm se kur të besojnë te ty. Mos u trem të tregosh pak cenueshmëri, sepse do të bëjë të ndihesh mirë dhe do të lidh më fort me njerëzit. E gjithë dita do të jetë e fokusuar te dëshira për të mësuar, për të ndarë mendime dhe për të lidhur me të tjerët, ndërsa një temë apo interes i veçantë do të rrëmbejë vëmendjen e do të mbajë të mbërthyer. Gaforia. Sot pjekuria juaj po shkëlqen në çdo drejtim dhe kjo ju bën të dukeni mjaft tërheqës në sytë e të tjerëve, e dashur gafore. Mund të ndodhë që njerëzit ju drejtohen për këshilla, ndërsa ju vetë do të jeni të fokusuar në qartësimin e ndjenjave tuaja. Do të shihni përfitime të mëdha nëse investoni energji dhe vëmendje shtesë te puna apo kërkimet tuaja, pasi kjo mund të sjellë zgjidhjen e një problemi që lidhet me borxhet, mbështetjen financiare ose burimet e përbashkëta. Sot arritja e marrëveshjeve vjen më natyrshëm, sidomos nëse përdorni një qasje të butë dhe diplomatike. Mendimet tuaja do të priten mjaft mirë dhe aftësia juaj për të gjetur zgjidhje do të jetë në plan të parë. Ndodheni në një pozicion të favorshëm për të përmirësuar intimitetin në marrëdhënien tuaj ose për të ndërtuar strategji më efikase në menaxhimin e parave. Do të arrini të fitoni interesin dhe mbështetjen e të tjerëve krejt natyrshëm, pasi çiftësia e shpirtit tuaj është vërtet rrëmbente në këtë moment. Gjithashtu, është një kohë e shkëlqyer për të shijuar një ndjesi më të fortë të qëllimit dhe misionit tuaj në jetë. Luani, energji të mrekullueshme të rrethojnë sot, duke rritur sharmin tënd personal si në rrafshin social, ashtu edhe në atë romantik, i dashur Luan. Mund të shfaqet mundësia për t'i lënë pas krahave problemet e vjetra në marrëdhëniet e tua, ndoshta janë ndryshime delikate, por ato do t'i forcojnë ndjeshëm lidhjet e tua me të tjerët.
Të bashkohesh me dikë të veçantë rreth një besimi apo ideje do të ngrohë zemrën, ndërsa thurja e planeve të reja do të kthehet në një kënaqësi të vërtetë në këto momente. Je në formë të shkëlqyer për të shprehur ndjenjat, qoftë përmes fjalëve apo veprimeve, ndërkohë që mirëkuptimi dhe bashkëpunimi vijnë shumë më natyrshëm se zakonisht. Sot po tregosh një aftësi unike për të dëgjuar dhe për të kuptuar jo vetëm atë që thonë të tjerët, por edhe atë që ata po mendojnë në heshtje. Është një kohë fantastike për negociata, veçanërisht për bisedat kokë më kokë ku kërkohet diplomaci. Virgjëresha, me tranzitet e sotme, ndodhesh në një pozicion mjaft të favorshëm për të ballafaquar çështje emocionale që kërkojnë sinqeritet, ndjeshmëri dhe mendje të hapur, e dashur virgjëresh. Gjykimi yt është i shëndosh kur vjen puna te puna, detyrat e përditshme dhe marrëdhëniet që lidhen me to intuita për të kuptuar se ku duhet të tregosh më shumë kujdes lidhur me shëndetin tënd është e shkëlqyer në këto momente. Ndaj përpjekjet për të rikuperuar dhe shëruar do të jenë shumë të suksesshme. Detajet që të kanë shpëtuar në të kaluarën tani po bashkohen si pjesë e një mozaiku dhe kujtesa po të shërben më mirë se kurrë. Je më e përqendruar dhe e gatshme për të bërë sforcimet e nevojshme që të arrish përparim solid. Shërbimet, mbështetja, ndihma apo vetë puna që bën po vlerësohen lart nga të tjerët, ndërsa aftësia për të rregulluar çështjet praktike është në kulm. Etika jote e punës nuk do të kaloj pa u vënë re, duke të dhënë meritën që meriton. Peshorja, sot mbizotëron një frymë pjekurie dhe sinqeriteti, e dashur peshore, por atmosfera mbetet po aq e ngrohtë sa ty të pëlqen. Gatishmëria për të mësuar nga njëri tjetri dhe dëshira për të ndarë ato gjëra që zakonisht i mbani për vete, janë çelësi i kësaj energjie të mirë që favorizon komunikimin, krijimtarinë dhe mësimdhënien. Kjo ditë premton të jetë e shkëlqyer për lidhjet dashurore dhe për të gjetur kënaqësi të hobit tuaj apo aktivitetet që ju lejojnë të shpreheni. Sharmi juaj është i fuqishëm dhe po tërhiqni vëmendje më shumë se zakonisht. Mund të gjeni veten në një pozicion shumë të mirë për të përkushtuar ndaj një qëllimi krijues, ose dikush mund të vlerësojë lart dedikimin tuaj dhe gatishmërinë për të bërë sakrifica. Sot ndiheni vërtet besnik ndaj një personi apo një projekti të veçantë dhe keni aftësinë për të depërtuar drejtën në zemër të çështjes. Akrepi, sot ndihesh në formë të shkëlqyer me ndjenjat, punën dhe jetën tënde familjare, i dashur akrep. Temat kryesore të ditës janë pajtimi, shërimi i plagëve të vjetra dhe rregullimi i marrëdhënieve. Je një gjykues shumë i mirë i nevojave dhe dëshirave të tua, ndaj mund të ndjesh dëshirën për të bërë ndryshime në mjedisin tënd shtëpiak, duke synuar si komoditetin, ashtu edhe gjithë përfshirjen. Është një ditë e mbarë për të përkushtuar ndaj një projekti, familjes ose njerëzve të dashur, ku kujdesi i veçantë për shtëpinë luan një rol kryesor. Qartësimi i ndjenjave do të jetë i suksesshëm dhe do të vësh re se komunikimi me familjarët dhe miqtë e ngushtë është më i lehtë se zakonisht. Je i hapur për të ndarë hapësirën dhe mendimet e tua me ta, ndërsa negociatat për çështje që lidhen me shtëpinë apo familjen do të shkojnë jashtëzakonisht mirë. Shigjetari, sot po e përcjellni mesazhin tuaj mjaft mirë, i dashur shigjetar. Komunikimi juaj shkëlqen, pasi aftësia juaj e veçantë për të shëruar dhe zbutur situatat përcillet bukur përmes fjalëve dhe sjelljes suaj. Qiltërsia dhe gatishmëria për të dëgjuar janë faktor kyç në këto momente. Nuk u trembeni temave që zakonisht konsiderohen tabu, dhe qasja juaj është sa e dhëmshur, aq edhe magnetike. Kjo mund të jetë një kohë kur po gjeni shumë gjëra për të dashuruar të hobit dhe argëtimet tuaja. Jeni në formë të shkëlqyer për të hartuar një mesazh të mrekullueshëm ose për të bërë gjeste të sinqerta. Sqarimi i situatave me dikë mund t'ju falë ndjesi shumë të mira sot, ose në përgjithësi mund të keni shkëmbime kënaqësie që ju rrisin disponimin. Ndërveprimet me të tjerët janë të kujdesshme dhe plot vlerësim. Bricjapi, këshillat të vyera mund të vinë drejt teje sot, i dashur bricjap, dhe rrugët e komunikimit janë të hapura, madje deri në atë pikë sa mund të shërbejnë për të shëruar situata të vjetra.
Ky është një moment i fortë për të vlerësuar gjërat që kanë rëndësi dhe për të zbuluar gurë të çmuar, të fshehur ose burime që nuk i kishit shfrytëzuar më parë. Mund të gjeni dëshirën për t'i kushtuar kohë, energji dhe dashuri shtesë projekteve të shtëpisë, duke bërë përparim të dukshëm në synimet që i keni për zemër. Aktivitetet natyrale dhe ato që ju falin qetësi po ju tërheqin më shumë se çdo gjë tjetër, ndërsa idetë dhe bisedat rreth parave mund të rezultojnë shumë fitimpruese, madje edhe zbuluese. Është një kohë mjaft e mirë për të negociuar kontrata apo marrëveshje tregtare, e ndoshta edhe për të bërë një blerje që do t'ju gëzojë. Duket se po i shihoni kënaqësitë dhe komoditetet e thjeshta, ndërsa po rilidheni me ndjenjat tuaja të vlerësimit për njerëzit në jetën tuaj, situatat ku ndodheni dhe gjithçka që zotëroni. Ujori, sot mund të gjesh një kënaqësi të madhe duke investuar kujdes dhe vëmendje shtesë te interesat, studimet apo lidhjet e tua, i dashur ujor. Kjo është gjithashtu një kohë kur ti po bën përpjekje të veçanta për njerëzit e tu të dashur, po tregosh bujari, gatishmëri për të ndihmuar dhe për kujdesje të sinqertë. Ndihesh krenar për aftësinë tënde për të qenë një mbështetje për të tjerët. Është një moment mjaft i mirë për takime, bashkëpunime dhe pajtime të ndryshme, pasi je në formë të shkëlqyer për të ngjallur besim te njerëzit. Të tjerët po tërhiqen pas teje dhe të besojnë më shumë se zakonisht, gjë që ndihmon në zgjidhjen me sukses të çdo problemi social. Po e shpreh veten më lirshëm se kurrë dhe kjo nuk po kalon pa u vënë re. Peshqit, sot mund të ndihesh vërtet i përkushtuar ndaj një projekti tëndin të veçantë, i dashur peshk, sidomos nëse ai synon të të rrisë ndjesinë e sigurisë. Angazhimi pas një qëllimi apo një dëshirë specifike do të të ndihmojë të jesh më me këmbë në tokë dhe do të të mbush me një ndjesi të bukur drejtimi në jetë. Po i sheh çështjet e tua praktike me më shumë objektivitet, gjë që të lejon t'i vlerësosh ato me qartësi të plotë. Mund të ndjesh një dëshirë të fortë për t'u shërbyer ose për t'u ardhur në ndihmë të tjerëve, veprim ky që do të falë shumë kënaqësi. Mund të ketë një tërheqje të fshehtë ose një goditje fati që vjen prapas skenave dhe pa shumë zhurmë. Shfrytëzoje këtë kohë, pasi gjetja e kënaqësisë te momenti yt personal është shumë e mundshme sot.